Monika Kryemadhi, një nga figurat më qendrore dhe jetëgjata në politikën shqiptare të 30 viteve të fundit, është shpesh në qendër të debatit publik, jo vetëm për aktivitetin e saj politik, si deputete dhe drejtuese e LSI, sot Partia e Lirisë, por mbi të gjitha për pasurinë e saj të konsiderueshme. Së bashku me bashkëshortin e saj, ish presidentin Ilir Meta, ajo ka qenë subjekti një skanimi të imtësishëm nga media investigative dhe së fundmi vandan ngrëria të drejtësisë, SPAK, në ndyshimet për krijimin e një pasurie që nuk justifikohet nga burimet e ligjshme të të ardhurave. Ky tekst analizon shtyllat kryesore të kësaj pasurie, nga pronat e paluajtshme luksoze, shpenzimet për lobim ndërkombëtar, e deri të akuzat për ndërhyrje estetike të pajustifikuara. Evolucioni i pasurisë dhe pronat e paluajtshme. Në fillimet e karrierës politike, në vitet 90 dhe fillim të viteve 2000, deklaratat e pasurisë së çiftit Meta Kryemadhi ishin relativisht modeste, duke u bazuar kryesisht në pagat shtetërore. Megjithatë, grafiku i pasurisë së tyre pësoi një rritje eksponenciale, që përkon me vitet e qeverisjes së LSI-s. Vila në gjirin e Lalzit. Simboli më i dukshëm i pasurisë së familjes është vila luksoze në kompleksin rezidencial në gjirin e Lalzit. Kjo pronë, e cila shpesh është përmendur në media për komentin e famshëm ironik të Kryemadhit se ishte blerë për shkak të maceve, vlerësohet se ka një vlerë tregu shumë të lartë. Ajo është e rrethuar me mure të larta, kamera sigurie dhe është mobiluar në mënyrë luksoze. Hetimet kanë ngritur dyshime mbi burimin e parave për ndërtimin dhe rikonstruksionin e saj, duke sugjeruar se shumat e deklaruara nuk përputhen me vlerën reale të investimit. Apartamenti në Kodra e Diellit. Një tjetër pronë e rëndësishme është apartamenti duplex në zonën e Kodrës së Diellit në Tiranë. Kjo pronë është deklaruar se është blerë përmes kredive bankare dhe shkëmbimit të pronave të mëparshme, por mbetet një aset kyç në portofolin e tyre imobiliar. Pallati në Laprak dhe shkëmbimet. Një nga episodet më të hershme që ngriti pikpyetje ishte përfshirja në ndërtimin e një pallati në zonën e Laprakës Doganës, ku Kryemadhi rezultonte pronare e truallit, të dhuruar nga familjar, sipas deklarimeve. Transaksionet e ndërlikuara me apartamente, shitblerjet dhe këmbimet kanë qenë shpesh objekti analizave të Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive, ILDK-PKI, megjithse për vite me radhë ato kaluan pa penalitete ligjore. Hetimet e SPAK dhe akuzat për pastrim parash. Vitet e fundit shënuan një kthes dramatike për pasurinë e Kryemadhit, me nisjen e hetimeve të thelluara nga Prokuroria e Posaçme, SPAK. Dosja hetimore ka zbuluar detaje që shkojnë përtej deklaratave standarde vjetore. Operacionet plastike dhe estetike. Një nga elementet më të bujshëm të dosjes së SPAK janë pagesat për ndërhyrje estetike jashtë vendit. Sipas prokurorisë, Monika Kryemadhi ka kryer pagesa të konsiderueshme, që shkojnë në qindra mijëra euro, në klinika prestigjioze në Vjenë, Austri dhe San Marino, për trajtime estetike dhe dobësimi. Problemi ligjor qëndronte fakti se këto shuma nuk janë deklaruar në ILDK-PKI dhe dyshohet se janë paguar përmes llogarive offshore ose nga palë të treta të lidhura me biznesmen që kanë përfituar nga pushteti politik i LSI-s. Lobimi në SBA. Çështja e parave të padeklaruara. Një tjetër kapitull i errët lidhet me shumat e mëdha të parave të shpenzuara për lobim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Hetimet kanë zbuluar se LSI ka paguar kompani lobimi për të siguruar takime të nivelit të lartë, përfshir foto me ish presidentin Trump dhe artikuj në media ndërkombëtare. Shifrat e raportuara në Departamentin Amerikan të Drejtësisë, FARA, shpesh nuk përputhen me ato të deklaruara në KQZ në Shqipëri, duke ngritur dyshime të forta për pastrim parash dhe financim të paligjshëm të partisë. Mbrojtja dhe justifikimi i pasurisë. Përballë këtyre akuzave, Monika Kryemadhi ka mbajtur një qëndrim sfidues. Strategjia e saj e mbrojtjes është bazuar në disa argumente kryesore. Trashëgimia dhe ndihma familjare. Ajo shpesh ka deklaruar se një pjesë e mirë e pasurisë vjen nga ndihma e familjes së saj,
nëna dhe vëllai, si dhe nga shitja e pronave të trashëguara. Kredit bankare. Në deklaratat e saj, Kredita Fatgjata Bankare zën një vend të rëndësishëm, si burim financimi për blerjen e pasurive të paluajtshme. Sulm politik. Kryemadhi ka cilësuar hetimet e SPAK si një gjueti shtrigash të orkestruar nga kryeministri Edi Rama për të eliminuar opozitën politike. Ajo ka mohuar akuzat për ndërhyrje estetike të pa deklaruara, duke i quajtur ato trillime mediatike. Stili i jetesës dhe kontrasti social. Përtej letrave dhe dokumenteve, pasuria e kryemadhit reflektohet edhe në stilin e jetesës. Veshjet e markave më të shtrenjta, aksesorët luksoz, çantat e firmave si Hermes apo Louis Vuitton dhe udhëtimet e shpeshta jashtë shtetit kanë qenë gjithmonë në kontrast me retorikën e saj politike, shpeshherë populiste. Ky luks i shfaqur ka shërbyer si karburant për akuzat publike se pasuria e saj është shumë herë më e madhe se ajo që deklarohet në letra. Përfundim. Pasuria e Monika Kryemadhit nuk është thjesht një çështje numrash, por një histori komplekse që ndërthor politikën, biznesin dhe drejtësinë. Ndërsa proceset gjyqësore janë ende në zhvillim e sipër, ajo mbetet një rast studimor për mënyrën se si politika në tranzicionin shqiptar ka shërbyer si një trampolin për akumulimin e kapitalit, shpesh në zona gri midis ligjshmërisë dhe informalitetit. Për momentin, kjo pasuri është nën sekuestro preventive dhe nën lupën e drejtësisë, duke pritur një verdikt final që do të tregojë nëse burimi i saj ishte punë e ndeshme apo korrupsioni politik.